kur e thot, 90% e punëve janë maset e kryera. Qa ka met këtë 10% shi? Dilema është kjo pjesa Donbasit një 10-15%, a do jetë zonë neutrale. Dhe kjo, për Rusë kanë ngullë kam në këtë pikë. Tërheqje me qef apo me dhunë. Dhe kjo do arrin, do shomi, unë e besoj që fuqia e këtyre dy lider, me qese Trumpi me Putinin kanë gjajshmëri. Gjajshmëri, e kuptoj, konceptin e familjes, konservatizmit, të religionit dhe antilevizjeve tjera që kanë bojnë në përshëqërit. Po. Këtë gjashmëri e kanë dhe puqen këtë drejtem. Por a do arrin të bojnë këtë dilin? Ashtë këndvështrimi i njëjtë edhe për datën. Zotri Pumo, ke dëgjuar për këtë datë, 15 janarin, flitet diçka në Rusi për këtë çështje? E kam dëgjuar edhe unë, por vështirë që kjo mund të ketë, le ta shpresojmë, le ta urojmë me gjithë zemër që të ishte e vërtet, por ka të ngjarë që lufta, unë kam parashikimin tim që lufta do vazhdoj të paktën deri në prill-maj. Deri në prill-maj. Unë kam një mendim, Pumo, që 24 shkurti është 4 vjet banë. Do shta mo të jetë ceremoni të bëjmë, jo si çmimet 1.99, po 2, rafsh. Mushet 4 vite. Po. Mund t'jetë. Po, me shpresë të madhe, se 25 shkurt kam në ditëlindjen, pra në do ishe... Do të ishte një dhuratë në base për juve. Mirë që se keni me... Imaginojni kur kisha ditëlindjen në 4 vjet përpara, ishte data, do me thënë, 24 filloi lufta, 25 ta kishe raftuar shoqërinë, kisha bërë muzikën e gjithë, kjo balete gjëra, s'kishim as të nge, as dëshirë, as gjë, mi do të detyruan të mblidheshim edhe ishim në të shokuar gjithë. Le të shpresojmë që nuk do të jeni të shokuar, por në ditëlindjen e radhës, pra në kuadër të asaj që do të përfundoj lufta, por ne mbetëm të shokuar sepse një zyrtar i lartë serb për shitjen e armatimeve fillimisht u ftua në Rusi, por nuk u kthye më në Serbi, po bëhet fjalë për Kurtish. Cila është e vërteta asaj që thuhet në mediat ruse realisht për këtë çështje, zotri Pumo, në qoftë se e keni hasur si çështje? Po, e kam hasur dhe, do me thënë, në mediat ruse po thuj se nuk ka asnjë lajm, fare, heshtje. Mirë, po kjo flet shumë, pra, kjo flet shumë. Unë kam ndjekur, unë kam 2 blogera që janë të lidhur me Ballkanin, që i ndjek. Nga njëherë, ata japin lajme, do me thënë, ruse, por nga tema e Serbisë. Dhe ata njoftuan që në rusisht, që do me thënë ky Kurtiç ka humbur jetën 1 muaj më përpara, me 27 nëntor, për çfarë arsye, do me thënë ka vdekur në rrugë, do me thënë, nuk dihet arsyeja do me thënë pse ndodhi kjo gjë. FSB-ja ka marrë nga zyra e Kurtiç, ai ka qenë përfaqësuesi i kompanisë që armësh Jugo Export. Ata morën hard diskun nga zyra e tij dhe një sër dokumentash. Dhe këto do me thënë nuk janë kthyer, nuk i kanë kthyer asnjë përgjigje edhe kërkesës së ambasadës serbe. Do me thënë biles dhe Vučić ka deklaruar që neve presim përgjigje, ne nuk e dim do me thënë arsyen, por akoma sot e kësaj dite s'kemi marrë asnjë përgjigje për shkakun e vdekjes së Kurtić. Pra, do me thënë, nuk është një mjegull, do me thënë, por gjithmonë, kur ndodh diçka, ndodh për interes të dikujt. Duhet menduar për kujt ja leverdis vdekja e Kurtić, sepse të jetë aksidentale thjesht në rrugë, edhe mund të jetë, por probabiliteti, ato vetëm Einsteini e di fiks, sa është probabiliteti i rastësishëm i vdekjes. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një, do me thënë, luftë konkurrentash, kush janë konkurrentët e Jugo, do me thënë eksportit, duhet ta dinë më mirë serbët. E dyta, mund të jetë për shembull një marrëveshje, kjo është hamendja ime personale biles, që një sakrificë për ta balancuar. Po kanë menduar për shembull të blejnë armë nga Serbia për të mos lejuar shkurjen e armëve në Ukrainë për shembull. Logjike është, mund të jetë logjike. Sepse edhe Vučić ka deklaruar që neve pak rëndësi ka për neve kush do t'i blej armët, rëndësi ka që të marrin paret. Kështu ka thënë Vučić shumë pak kohë më para. Pra mund të jetë dhe ky një variant, do me thënë, që Ukrainës të pak kënaqur mund të kenë ndërmarrë apo britanikët mund të ketë bërë në një akt... Mirë, ta marrim një këndvështrim edhe nga zotri Bilali, sepse jemi dhe në fund. Pra, kujt i livërdis, kush është ishte i përfshirë në këtë eliminim,
A ishte një kokë turku, po them, për ta justifikuar tek masa se janë